Në ambientet e ambasadës së Ukrainës në Tiranë u zhvillua një aktivitet kulturor dhe domethënie të veçantë për botën e sportit dhe letërsisë. Personaliteti i njohur shqiptar i peshngritjes dhe shkrimtari sportiv Agron Haxhi Hyseni prezantoi përkthimin në gjuhën shqipe të librit të autorit Ruslan Rabotonski. Ky libër është një vepër që Ruslan ja ka dedikuar teatrit të tij, legjendës së peshngritjes botërore, Leonid Rabotonski, kampion olimpik dhe rekordmen i shumë fisht me origjinë nga Ukraina. Përkthimi i këtij libri më kushtoi 6 muaj. Ti e ke njohur si sportist? E kam takuar një herë në vitin 1934 dhe fama dhe sukseset e tij kishin arritur edhe me një qytet të bukur siç ishte Elbasani. Duke lyer puc tek një lëvizje të markatës në një dyqan illustrativ, shikoj fotografinë e Leonid Jabotinski. Në atë kohë unë sa kisha filluar sukseset e para sportive dhe kisha një koleksion të pasur me kampion boksi, me fotot kampionëve të botës. Dhe i them illustrativ me emrin Paja, ma jep më këtë fotografi. E diti tha, kush është ky? Jo, i thash. Ky tha Leonid Jabotinski, kampion olimpik. Dhe ishe i detyruar të jepsha një femër nudo, që ishe jo e rrallë në të kohë, për t'ja marrë atë foto. Unë mora një foto shtesë të koleksioni imi peshngritjes dhe Paja mori atë femërën nudo. Në këtë aktivitet, i cili mblodhi sportist, gazetar, diplomat dhe dashamiras të kulturës, Agron Haxhi Hyseni foli për rëndësinë e përkthimit të këtij libri, duke theksuar se vepra nuk është thjesht një kujtim për një kampion, por edhe një reflektim mbi forcën, disiplinën dhe karakterin që kërkon sporti i vërtetë. Dhe kjo ishte krejtësisht e pabesueshme për një kampion siç ishte në peshngritje Agroni, që një njeri i tillë ta njihte. І для мене це було дуже несподівано та дещо для мене як також як спортсмен, що в такому маленькому місці про нього, про вашого батька також знають. Në ndihmën e Konsellit të Nderit në Shqipëri, zotit Bedit Bayraktari. Також допомогою почесного консула України Бледі Байрактари. Dhe falenderimet më të mëdha shkojnë për shkëlqyesinë zotit ambasador Vladimir Shkurov. Falenderimet më maksimale. Також найвелике вітання і дяка нашому послу Володимиру Анатолійовичу Шкурову. Që tani gjithë shqiptarët e dinë dhe kjo është një mbështetje për Україну, modeste. Зараз вже всі албанці знають про нього та про підтримку всіх українців на території Албанії. Falenderoj dhe zëvendës presidentin e Федератës Українës të Peshngritjes, zotin. Також хочу подякувати віце-президенту Федерації важкоатлетики України. Dhe kryetrajnerën Tanja Zdanova, që ishin vërtet kujtësim për këtë libër. Tanja Zdanova. І також хочу подякувати Таня Занова, яка тренер. Unë e du Ukrainë. Я дуже кохаю Україну. Dhe miq që kam atje, dhe miqe që kam atje. І всіх друзів, які я маю в Україні. Përfaqësuesit e ambasadës së Ukrainës në Tiranë vlerësuan lart kontributin e Haxhi Hysenit për promovimin e lidhjeve kulturore sportive midis Shqipërisë dhe Ukrainës, duke theksuar se sporti dhe arti i fjalës janë ura që bashkëlidh popujt edhe në kohë të vështira. Ось таку медаль, ювілейну медаль, наша остання олімпійська чемпіонка Надія Скакун. Це її честь, ми вже проводимо змагання. Вона попросила передати вам таку медаль для того, щоб і на території України в Албанії це також була частина України. Дуже вдячний. Дякую. Передайте Спортист наші вітання і України, вдячність. яка дарує медаль сьогодні сьогоднішній медаль. Яка фігура не Афина. Я хотів би наголосити на тих словах, які сказав перекладач Агрон, що спорт єднає. Спорт – це не тільки про рекорди, це про дружбу. Так що я це дуже ціную. Unë duhet të thoj dhe fjalët e Agronit, i cili ka përmendur që sport kjo nuk është thjesht sport, është edhe miqësia mes njëri tjetrit, cili bashkon gjithë bashkë. І також хочемо нашому другу Агрону, враховуючи проведену ним таку велику роботу по перекладу книги, це досить
відповідально і досить великий об'єм роботи. І враховуючи, що він наш великий друг, уже багато років ми знайомі з Агроном, він дуже Gjithashtu është falënderimi i madh edhe për zotin Agron, i cili e dim që ka harxuar shumë kohën për ta përkthyer këtë libër, edhe kemi prej shumë vitesh që jemi tashmë dhe miq. Підтримуємо. Це ювілейна медаль нашої олімпійської чемпіонки, на честь якої ми вже також проводимо змагання. І ми хочемо поділитись, хай в невеликому місці, де народився Агрон, також буде частина України, і він буде згадувати про нашу дружбу. І Брат, я не високомерный, пожалуйста. Është një medalë tjetër Ukrainës së cili ka marrë dhe te qytetin e tij të vogël, që gjithashtu do jetë një medalë cili e prezanton e përfaqëson nga në emrin e saj sot bën Lëdelore. Олександра Герега, який допоміг нам вам видати цю книгу пустити її в тираж уже для загального користування, а Агрон уже зробив цей варіант на албанській мові. Falenderime në Agronet për përkthimi, gjithashtu falenderime edhe zotin ambasadorit Vladimir Shkorov për mirëpritjen dhe prezantimin e kësaj libri këtu në Shqipëri. Edhe gjithashtu falenderime edhe presidentin e Ukrainës, cili gjithashtu e kanë prej këtij është ka dalë libra Ruslana Xhabotinski për babën e tij. Unë siç po ndodhem aktualisht afër kufirit të qytetit jon, edhe unë dua ta jap gjitha këto fitimet për nenën ton Ukrainën edhe për forcat armatosura Ukrainës. А також хочу подякувати Агрону першу чергу, Edhe dua të falenderoj edhe Agronit, на албанську мову, cili ka përkthyer në gjuhën e shqip. твої книжки, а також послу в Албанії Takush, нашому. edhe ambasadorit e nderit jon Volodymyr Shkurov, cili është ambasador i Ukrainës në Shqipëri. А також хочу подякувати першому віце-президента Федерації Рудяк Вадима. Gjithashtu dua të falenderoj Rudjak Vadim, cili është zëvendës presidenti i Federatës Peshngritjes Ukrainës. Який на кожних змаганнях, там де я набуваю, презентує мою книгу. Cili ndodhet në çdo loret në cilë ata nuk ndodhem unë prezent, ai prezanton gjithëve librin tim. Edhe faleminderit për këtë. І вся ця презентація це дуже великий крок до перемоги України. Edhe gjitha kjo prezantimi është hapi shumë i madh. Наших народів Албанії та України. Edhe prezantimi i kësaj librës është shumë hape e madh edhe për fitimin e Ukrainës, edhe gjithashtu edhe për bashkëpunime midis dy shteteve si Shqipëria dhe Ukraina. Я дуже дякую всім. Shumë faleminderit të gjithëve. Дякую вам за час. Дякую вам, дякую. До зустрічі! Ky aktivitet është më shumë se një promovim libri, është një homazh për miqësinë mes popujve dhe respektin për figurat e mëdha të sportit botëror. Unë jam shumë i sigurt që nivelet e peshqritjes nuk janë në kohën e para viteve 90. Konkretisht, rekordi im ka 40 vjet që nuk është thyrë. Si mund të them unë që peshqritja është në maja europiane? Konkretisht, në vitin 1984, në kategorinë e peshës 56 kg, unë kam ngritur 142 kg. Dhe në vitin 1990, në kampionatin evropian Aalborg Danimark, në kategorinë e peshës 52 kg, kam ngritur 130 kg. Si sot Edi Rama, s'ka bjërn nane që të ma fik të rekord. Një këshill për të rinjtë që merren me sportin peshqrit. Një këshill nga një kampion si Vetëm regjim dhe stërvitje dhe të ndjojnë trajnerin e tyre. Regjim, stërvitje dhe të ndjojnë trajnerin e tyre.